Kështu që Rama nuk di se çfarë emri mund t'i vej tashmë. Po për mua është politikisht është i vdekur. Kaq. Pastaj se ma me dhunë këtu, pranë edhe më ka ndërtu mafian në shtet dhe mafia ma me dhunë. Pastaj ky është problem tjetër. A do pranoj Amerika që të jetë një vend i tillë në mes Europës, edhe sidomos në Ballkan. Këtë do të shohim ditët në vijim. Unë them është me ditë, me javë do jepet përgjigje, nuk do pritet me vite, me muaj. Nëse vjen puna me vite, me muaj, pastaj s'ka më asnjë lloj kuptimi. Zoti Merkoçi, në një investigim të mediave italiane të kryera pak vite më parë, por edhe të përmbledhura më pas në një libër, është evidentuar në këtë rast lidhjet e qeverisë së kryeministit Edi Rama me grupet e trafikut të drogës, ku bëhet fjalë për një takim në ishullin Aruba në Amerikën Latine për pazare dhe pastrim të paras në ndërtim sa i përket kryeqytetit në Tiranë. Ju si e shikoni këtë pjesë ku kryeministri Edi Rama vijon të dalë dhe qeveria e tij vijon të dalë në përgjime, vijon të dalë në skema të tilla të lidhjes së trafikut të drogës me qeverinë? A do ketë një moment që SPAK-u mund të veprojë në këtë drejtim dhe nga ana tjetër, a është Amerika duke mbledhur gjithë dosjen e Edi Ramës sa i përket lidhjeve të tij me trafikun e drogës? Jo, kjo video që doli tani doli për të mbyllur sa video tjera. Po. Harroni se u bë për të mbyllur videot e tjera, sepse kjo lloj interviste apo kjo lloj deklarime që i ka bërë prokurori Puljas para një 5 vjetësh. Kjo nuk është gjë e re. Po. Libri që si libër, por faktet, argumentat, videot janë bërë sot e 5 vjet para. Kur unë kam deklaruar që Amerika i ka sjell dosjet e gatshme këtu në Shqipëri për të gjithë, pa përjashtim të asnjëri. Këta vazhdojnë dhe bëjnë ato lloj politike, ato lloj marrëveshje me njëri tjetrin, për të mbajtur njëri tjetrin. Kjo është mos e kuptueshme, kjo thohet në çdo tavolinë të shqiptarëve. Kanë frikë me e thënë publikisht, po, patjetër. Po ajo video, si doli ajo video atë ditë? Shifini pak kronologjitë e videove. Dhe pse doli pikërisht atë ditë? Dhe pse u trumpetua me të madhe ajo video, nuk u trumpetua video tjetër? Si është e mundme? Si është e mundme që video tjetër e Olsi Ramos u zhduk? Për 4-5 orë u zhduk. Dhe doli kjo video tjetër pastaj. Sigur nuk bëjnë sens këto. Se këta duan nga një skandal, dalin këtë tjetër për me mbyll një skandal, nxjerrin skandalin tjetër. Por, tek e fundit, ajo është e deklaruar me kohë. Po ti ke pas kryetarin ai i Italisë, që doli deklaroi që ka bler tokë këtu, se nuk e di se kush ishin ta. Më tha filani, ka nxjerrë ai me emër. Antimafia italiane. Ha? Është bërë kjo, është deklaruar. Po pse kërkojnë fluturime e Ramës, FBI-a? Për këtë punë. Dhe unë kam thënë, nuk ruhet Rama. Nuk ruhen këta. Por ruhen ata koka që luajnë drogën edhe krimin, ata kanë frikë atje, mos të ekspozohen. Jo se ruhet Rama. Rama nuk ruhet. Rama në të gjitha vendet ku ka shku, ka ikë me çardër, zotëri. Pse ka ikë me çardër? Që mos të regjistrohet se ku ka vaj. Se edhe kur ulën në përpisat të dorës dytë. Pra ne them, ky ka ndërtuar mafian. Se në çdo vend botës mafia kërkon të kapi një ministër, të kapi një gjyqtar, një prokuror. Nësa këtu është vetë komandanti mafia, se është Rama. Ky komandon të gjithë. Qa do bëj SPAK-u? SPAK-u që është me dosi për vete?
Qa do bëj? Se po t'ishte Spaku për atë që ndërtuar dhe për atë që paguhet, Spaku duhet ta kishte kërku me kohë. Po pse nuk ju dërgu letra nga Ulsi Manja për dosin e Spakut, për dosin e Ramës me Gonigalit për ta sjellë në Shqipëri? Po mbajt aty. Dhe një nga takimet ku bëri herën e funit ky Dumani pikërisht për këtë dosje ishte. A ja dhanë me vete pastaj si ja dhanë si di. Por për këtë dosje ishte. Unë jo pa qëllim tash, Dumani atje ka hongër trunin, në thonjza. Ka dhënë llogari aty pse s'janë hap të dosje, pse s'janë çu deri në fund. Se janë të gjithë kapur. Janë gjithë lirë njëri me tjetër. Se kullat nuk I ka vetëm Rama. Janë gjithë që kanë kulla. Dëshovësh, mas çdo kulle ke një politikan, ke një shtetar. Prandaj është kjo. Qa kanë bërë tani nxorën dekret presidentin për të mbyllur këto gjërat e tjera, nxorën dekretin e presidentit. Për të mbyllur këto tash të fillojnë me të merrem me këto. Keni gjë tash që fillojnë të merren me budalliqet e kandidatëve. Po. Tash merren me kandidatët. Berisha nuk del për shembull, dali e thot aty. Pse nuk kandido Berisha? Ja kam kërkuar Berishës me kohë, publikisht, dil dhe kandido. Të paktën minimalisht, moralisht duhet dali e thot, unë nuk kandidoj për këtë arsye. Po jo dali Berisha thot, dali një kur sheshi, dali kush do dali se ne do ta zgjedhim ne pastaj, dali një herë njerëzit. Shpallin kandidaturat vet nga shoqëria civile, pra nga Sorosi. Ajo që e kam thënë, pa bekimin e Sorosit nuk ka kandidat për Tiranë. Partitë e qendrës nuk nxjerrin kandidat për Tiranën pa bekimin e Sorosit. Dhe shqiptin gjithë emrat që qarkullojnë janë gjithë Sorosit. Atëherë mund le të dyshoj shumë. Gjithë emrat e Sorosit. Berisha vetë nuk guxon. Pse? Është Berisha që ka shpall vetë misionar. Misionarët dalin në ballë, nuk rrin fund të dishepujve të tij. Po dalin në ballë. Del ballaj misionari. A do ta luftoj Ramën? Se çka kujtoni ju, se është lufta me Manesiliu? Manesiliu s'është asgjë. Aty është lufta me Partinë Socialiste, është lufta me Ramën. Votimi në Tiranë është luftë me Ramën. Beteja është me Ramën. Do ta thysh Ramën, po, bujëm, gjej, dil vetë I pare. Nëse s'del vetë, dil e deklaru bë garant për X-in që do dalë. Jo duhet politik, jo po nuk duhet politik. Ku ka njerëz që nuk janë politik? Ç'është kjo njerëz nuk janë politik? Qa nuk janë politik? Po si mund marrësh një njeri që s'ka fol ndonjëherë për Tiranën? Që s'ka dhënë asnjë lloj opsion, që nuk ka asnjë lloj aktiviteti, që nuk ka asnjë lloj kauze. Nuk ka ngritur një herë një kauzë, një problem, një gjë. Nuk ka dhënë një alternativë. Si do ta marrë këtë? Një ke rradha qumshit ta morësh e ta vesh aty për kryetar. Ç'ishte ajo deklaratë që PD-ja nuk do nxjerrë kryetar, nuk do nxjerrë kandidat. Thoya në 6 bashkitë se do me bë dhe të madhe ky gjoja sikur që pa ne hedh hi syve. Në 6 bashkitë ne nuk do nxjerrim kandidat. Po do ulem të tjerëve të dalin të tjerët edhe të dalin fush aty edhe ne pastaj do themi ky është më I miri. Ku ja thot? Me kapitallën. Mos do që të heq përgjegjësinë nga humbja. Po jo vetëm përgjegjësi nga humbja, jo. Nuk është vetëm përgjegjësi nga humbja, është marrëveshje. Jo përgjegjësi nga humbja. Se si do që të vijë puna, çdo lloj njeriu të nxjerrë përgjegjësia, unë ja kam thënë. Përgjegjësia prapë ke Berisha të shkoj.